Moti keq në vend, Kapitaneria e Portit Vlorë ndalon lundrimin për anijet e vogla deri ditën e sotme. Kapitaneria e Portit të Vlorës ka ndaluar lundrimin për anijet e vogla jashtë gjirit të Vlorës deri mëngjesin e ditës së sotme. Ky ndalim ka ardhur për shkak të motit të keq. Përmes një njoftimi, Kapitaneria bën me dije se anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Kapitaneria kërkon bashkëpunimin e të gjitha subjekteve dhe institucioneve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për marrjen e masave të nevojshme, në sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë së ekuipazheve në mjetet lundruese. Njoftimi plot në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës gjatë datave 17-18/2/2026 duke filluar nga ora 10 e datës 17/2/2026 në drejtimin veri perëndim me forcë deti 6 deri në 7 ball, shpejtësi 5 deri në 20 metër në sekond dhe largësi dallgësh nga 1.50 deri në 2.50 metra. Kërkojmë Kapitaneria e Portit Vlorë ka ndaluar pajisjen me leje nisje mjeteve të vogla lundruese dhe atyre të peshkimit që synojnë të operojnë jashtë gjirit të Vlorës në det të hapur duke filluar nga ora 10 e datës 17/2/2026 deri në orën 06 të datës 18/2/2026, me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike. Kërkojmë bashkëpunimin e gjitha subjekteve dhe institucioneve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për marrjen e masave të nevojshme në sigurimin e mjeteve në port dhe rritjen e gatishmërisë së ekuipazheve në mjetet lundruese. Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike për mjetet e vogla lundruese të peshkimit pritet pas orës 06 të datës 18/2/2026.